Këshilli i Lartë i Prokurorisë u vlerësua si një nga sistemet më të dobta të drejtësisë gjatë analizimit të veprimtarisë së institucionit të cilësuar si Qeveria e Prokurorëve në Komisionin për Mbikëqyrjen Institucionale. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ndoshta mbetet një nga institucionet më të dobta të sistemit të drejtësisë. Duke ndalur tek një prej problematikave që u bë publike dhe nga drejtuesja e KLP-s, Rish Xhafaj nuk i kurseu kritikat. Edhe për plotësimin e vakancave ju kërkoni 12 prokuror, ndërkohë që keni rreth 100 ca vakanca. Dhe ndërkohë që keni dhe disa vakanca të fshehura. Mund të na thoni ju se kur përfundimisht do të kemi një plotësim të plot të vakancave? Theksi u vua dhe tek problematikat e brendshme të KLP, duke ngritur pikpyetje mbi një grup që mund të dominojë vendimarrjen, e kjo u konstatua edhe në përgjigjen e Bogdanit. Lidhur me aspektin e kolegjalitetit, problematikat janë aty, unë nuk mund të fsheh, të sugjeroja që të gjithë antarët duhet të marrin një trajnim të posaçëm për mënyrën e funksionimit të organeve kolegjale. Digitalizimi ishte një pikë tjetër që pati debate mes Xhafajt dhe kryetares së KLP-s. Në kohën e inteligjencës artificiale, ju vazhdoni të bëni manualisht me dorë mbledhjen e statistikore, përpunimin e statistikave, përpunimin e të dhënave. Nuk e kemi diskutuar ndonjëherë, nuk e kemi konsideruar, mbase do duhet të ulemi edhe me një person i cili mund ta ketë kapacitetin profesional për ta bërë një gjë të tillë. Mësojeni se ke vajte 7 vjet në të detyrë, 5 vjet. Keni qendrën e informacionit, qendrën e dokumentacionit teknologjisë në pranë Këshillit Lartgjyqësor, i cili efekton dhe tek juve. Projekt rezoluta për punën e këtij komisioni u miratua në parim nga vetëm deputetët socialistë, teksa u theksua nevoja për rishikim të rekomandimeve.